Pastrimi I jetës ndërmjet disiplinës quhet purifikim. Disiplinat e hershme përshkruhen me të drejtë si kathartike, sepse ato me të vërtetë pastrojnë jetën nga cilësitë negative ose ato të padobishme. Disiplina duhet të jetë e pamundimshme. Do me thënë kjo, me një lëvizje të butë drejt virtytit, duke të kaluar qëndrimet dhe opinionet e padobishme që janë të dëmshme për harmoninë e jetës. Disiplinat katharike u mbështetën nga shkolla platonike si metoda më normale, më e butë dhe më efektive për të eliminuar veset dhe tëmetat. Pastrimi trupor është hapi I parë. Megjithatë, theksimi I tepërt I dietës si faktor ka shkaktuar shpesh shumë vështirësi. Harmonia e trupit zakonisht prishet më shumë nga mendimet dhe emocionet sesa nga ushqimi. Prandaj, ndërsa pastërtia e trupit është e nevojshme, ne nuk mund ta dietojmë veten në një gjendje realizimi. Moderimi është virtyti më madhështor dhe dieta duhet të moderohet sipas nevojave të veçanta të individit. Nëse ti tani po studion metafizikën për herë të parë, mos merr një qëndrim ekstrem ndaj dietës. Nëse ke studiuar prej kohësh shkencat shpirtërore, mund të kesh zhvilluar tashmë një dietë të përshtatshme për nevojat e tua. Një ndryshim I papritur fanatik në çdo zakon ka shumë të ngjarë të shkaktoj vuajtje të panevojshme, madje edhe tragjedi. Metafizikanti e përsos dietën duke ngrënë më pak ushqime që janë shumë të rënda, por ai nuk e vret veten nga uria. Është gjithashtu e rëndësishme të mos e shohësh një vakt si një rënje në mëkat dhe të kërkosh falje nga vetja ose të tjerët, për faktin se ti ende ke nevojë për ushqim. Një vakt që të jetë I dobishëm për trupin duhet të jetë së pari I pëlqyeshëm, I shijshëm dhe I këndshëm. Nuk është turp të hash, por turp është të hash shumë, pa mençuri dhe në mënyrë të pakëndshme. Problemi I vegetarianizmit është gjithmonë I pranishëm. Nëse ti je tashmë vegetarian dhe zbulon se një dietë e tillë është e përshtatshme për ty, problemin e kemi në dorë. Nëse nuk je një vegetarian, mos e ndërprit ngrënien e mishit në fillim të studimit tënd, por hap pak më pak ushqime me mish derisa të jesh në bindje se një dietë e tillë do të ishte e përshtatshme. Teorikisht, vegetarianizmi është një sukses I madh, por përvoja im ka treguar në mënyrë bindëse se, si pothuajse të gjitha virtytet, ajo mund të çojë në probleme serioze. Kjo është veçanërisht e vërtetë për personat që vuajnë nga sëmundje të caktuara kronike, gjendja e së cilëve do të përkeqësojë seriozisht nga çdo ndryshim I papritur. Një paralajmërim I veçantë për vegetarianët është ky. Mos përdorni se shteh si zvendësim për mishin, përndryshe do të jesh më keq se më parë. Një dietë e ekuilibruar vegetariane kërkon kohë dhe mendim të konsiderueshëm. Askush nuk duhet të përpiqet të jetojë ekskluzivisht me fruta dhe perime të gjalla, përveç se nëse ka eksperimentuar personalisht në këtë çështje gjatë një numri vitesh. Mos haro se lypsi I ndis lindore nuk është duke u përballur me tendosjen dhe tensionin e jetës perëndimore. I ulur në heshtje në një pemë, ai nuk kryen asnjë përpjekje të rëndë ndërsa mediton pjesën më të madhe të kohës. Një dietë e përshtatshme për të nuk është e përshtatshme për ty. Për të cituar përsëri Sokratin, në të gjitha gjërat, jo shumë. Kjo mund të konsiderohet në këtë situatë si jo shumë ushqim dhe jo shumë entuziazëm në çështjen e përpjekjeve për t'ia dalë mban pa ushqim. Agjërimi ose periudhat e zgjatura së të ngrënit të veçantë duhet të ndërmerren vetëm në mbikëqyrjen e një dietologu të trajnuar dhe të kualifikuar.
Eksperimentet me urinë zakonisht janë të pafata për amatorët. Ushtrimet e dhunshme ose të pazakonta janë një mungesë për mbajtje e rrezikshme. Ato shkurtojnë jetën, shterojnë burimet e energjisë dhe e lënë individin të papërshtatshëm për përgjegjësitë e jetës dhe të menduarit të përditshëm. Nuk është qëllimi i këtij libri të dekurajojë njeriu që dëshiroj të bëjë ushtrimin e tij 5 minutësh përgatitor në mëngjes. Dëshira është vetëm t'i kujtoj entuziastëve se ushtrimet fizike duhet të trajtohen me moderim. Ushtrimet duhet të jenë të lidhura ngushtë me jetën e përditshme. Dhe thënë kjo, është shumë rrallë e nevojshme që një shtëpiake të ushtrohet. Ajo ka një aktivitet shumë të ngarkuar çdo ditë duke përmbushur detyrat e saj shtëpiake. Një mësim nga monkët zen vazhdon kështu. Askush nuk duhet të ecë nëse nuk është duke shkuar diku. Ndërsa kuptimi yt i traditave ezoterike rritet, ti do të kuptosh se një sasi e moderuar ushtrimesh do të vinë natyrshëm. Përtej kësaj pike është e panevojshme që ti të shkosh, përveç nëse përballesh me ndonjë problem të veçantë. Nuk mund të pritet që studentët e filozofisë të shkëlqejnë në atletikën ngaruese. Njëherë Solonit ju kërkua të shkonte në lojra për të parë një atlet grek madhështor, i cili mund të notonte si peshk, të kërcente si dre dhe të vraponte si lepur. Ai refuzoi me falënderim, duke deklaruar se nuk ishte e ishme që një qenie njerëzore të imitonte kafshët. Ai shtoi se nëse ata do të gjenin një njeri që mendonte si perëndit, ai do të ishte shumë i lumtur që të shkonte. Filozofët në ushtrimet e tyre kërkojnë të fitojnë shprehje estetike, ata kultivojnë veçanërisht kërcimin, të cilin ata e konsiderojnë si shprehjen e përsosur estetike. Ajo u jep diçka nga lëvizja kozmike e lëvizjeve të trupit, duke zhvilluar hir dhe ritëm. Filozofi po përpiqet të arrijë një ekzistencë të përjetshme, ai po përpiqet të çlirohet nga qëndrimet, besimet dhe zakonet e përkohshme. Prandaj është shumë e nevojshme që ai të arrijë një shkëputje nga të gjitha çështjet kalimtare, siç janë politika, zakonet dhe mbi të gjitha, modat, tendencat. Kjo nuk do të thotë që atje nuk ka interes për progresin shoqëror, sepse për atë punë të gjithë filozofët e mëdhenj kanë qenë sociolog. Por një duhet të ndaloj su zemëruari dhe të ndaloj su shqetësuari për këtë kandidat dhe atë parti dhe të arrijë në vendin ku mund të perceptojë se të gjitha procedurat e ndryshme dhe shpesh kontradiktore të njerëzimit po kontribojnë në një model të përjetshëm. Rritja, integriteti dhe përsosmëria përfundimtare janë të pashmangshme. Nuk ka asgjë më dekurajuese për të parë se sa një grup që shqetësohet në një tërbim duke përcaktuar nëse një parti e caktuar politike do ta përmbysë qytetërimin. Ajo që është reale nuk mund të shkatërohet kurrë, dhe ajo që është jo reale nuk mund të ruhet kurrë. Njeriu i mençur shkëputet nga polemikat e parëndësishme. Modat janë shumë të ngjashme me politikën. Ato lindin periodikisht në religjon dhe janë me të vërtet mallkimi i filozofisë. Pikërisht kur një student fillon mirë në një sistem disipline, atje lind një ide krejt e re dhe ai vazhdon në një tangjent. Modat dhe tendencat shëndetësore janë po ashtu të njohura. Së pari fillojnë arrat, pastaj basili bulgar, pastaj lëngu i portokallit e kështu me radhë. Studentët e metafizikës që presin të arrijnë diku janë të pandikuar nga këto moda, tendenca që i kanë rënjët e tyre në propaganda dhe kështu i rezistojnë tundimit për të provuar të ashtu quajturat ilaçe kundër të gjitha problemeve. Ashtu si në ushqime, ashtu edhe në veshje dhe në të gjitha çështjet e jetës sënde.
Mos lejo që vëmendja jote të shpërqendrohet në stile dhe tendenca, dhe duke qëndruar i shkëputur nga të gjitha këto çështje, jeto normalisht, ha normalisht, vishu thjesht dhe kurse energjinë tënde për gjërat në të cilat ti vërtet beson. Do të shohësh se do të kursesh para dhe do të jesh shumë më i lumtur në fund. Një tjetër zakon në religjon janë organizatat, dhe për shekuj me radhë, njerëzit me mendësi fetare i kanë përkatur diçkaje dhe si pasoj kanë vendosur se përkatësia është e nevojshme. Organizatat metafizike kanë po ashtu grumbulluar një reputacion mjaft të pakëndshëm. Shumica e tyre janë tërësisht statike dhe ato pak që mbeten dinamike janë padyshim reaksionare. Funksioni kryesor i organizatave metafizike është të forcojë guximin e ndërsjellë të anëtarëve, por ato nuk japin konsiderat individuale. Të gjithë anëtarët marrin të njëjtën mësimdhënie pavarësisht nga përshtatshmëria e tyre. Personi i mençur nuk është një i bashkuar në thonjza kjo me këtë, por është një individ që mendon mendimet e veta dhe ndërton vetë jetën e vet përmes rritjes së njohurive dhe përkushtimit personal. Një me të drejtë mund të thojë se mund të jetë më e vështirë për t'u arritur vetë, por rezultatet e arritjeve personale janë më të kënaqshmet.